Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia Socialiste kryeson me 52.14% të votave kur janë numëruar mbi 4.904 kuti votimi nga 5.225 në të gjithë Shqipërinë. Deri tani socialistët kanë siguruar mbi 679.000 vota. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka 34.43% ose rreth 448.000 vota në të gjithë vendin. Forca e tretë politike është Nisma Shqipëria bëhet me 3.5%, duke siguruar rreth 45.000 vota dhe një mandat në kuvend. Sipas rezultatit paraprak, Partia Socialiste merr 82 deputet, Partia Demokratike 52, Partia Social-Demokrate 3 dhe Mundësia, Nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk në një mandat. Në qarkun e Tiranës procesi numërimit të votave është drejt përfundimit. Deri tani janë numëruar 1120 qendra votimi nga 1282 që ka në total ky qark. Sipas shifrave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste kryeson me 177.634 vota dhe koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 138.895 vota. Partia Mundësia drejtuar nga Gronshia ka marrë 18.000 vota, Partia Social-Demokrate 13.000. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 11.000 vota dhe Lëvizja Bashk rreth 10.000 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deklaroi se me numërimin e rreth 20% të votës së emigrantëve, 21.000 vota janë për Partinë Socialiste, ndërsa 11.000 vota janë për Partinë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Deri në momentin e nxjerrjes së rezultatit paraprak ishin numëruar rreth 38.000 zarfe të ardhura nga diaspora me 194.889 vota në total. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet mori 1.161 vota, Partia Mundësia 1.196, Lëvizja Bashk 934, Partia Social-Demokrate 361, Partia Koalicioni Euroatlantik 248, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 100 vota, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare 227, Lëvizja Dheu ka marrë 49 dhe Partia Aleanca Demokracia Re 16 vota. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i mendimit se brenda kësaj jave do të mësohet rezultati final se si votuan shqiptarët në 11 maj. Krye komisioneri Ilirian Celibashi tha se i gjithë procesi numërimit të votave si brenda dhe jashtë vendit do të mbyllet. Celibashi foli dhe për procesin e numërimit të votave për zgjedhjet e 11 maj duke thënë se kemi probleme me ecurinë që sipas tij është kushtëzuar për shkak të lodhjes së numëruesve. Ai u bëri thirrje partive politike për të marrë masat për të ndryshuar antarët e grupeve të numërimit. Dua t'ju bëj thirrje partive politike të cilat kanë antar në grupet e numërimit dhe në komisionet zonal të administrimit zgjedhor që të organizojnë dhe të marrin masa për të ndryshuar antarët e grupeve të numërimit veçanërisht. Dhe ata e dinë se cilët njerëz kanë propozuar dhe kanë të angazhuar në procesin e numërimit. Do të bëhet që të ndërtojë një sistem me turne. Nuk mund të lejojmë ndërprerjen e procesit të numërimit të votimit dhe vlerësimit të votave. Ne do të përfundojmë kantierin e madh europian të ndërtimit të Shqipërisë, është mesazhi i kryeministrit Edi Rama pas një interviste dhënë për median italiane Corriere della Sera. Sipas tij qëllimi është të përfundojmë negociatat e pranimit deri në vitin 2027, ndërkohë që ne do të vazhdojmë të modernizojmë vendin, duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë, duke mbështetur familjet dhe duke e bërë transformimin 360 gradë të vendit pakthyeshëm. Çdo ditë me përulësi dhe vendosmëri, deklaroi kryeministri i Shqipërisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.